Në fakt, s'po presim asnjë ndryshim. Ndryshimi mundet të marrë veç për lëvizjes dhe vendosjen, nëse ndryshojnë kandidatin ose ndryshojnë qosjen, më u hek për kësaj praktike për ndryshimin e formës së votimit, ndryshimi i kandidatit besoj që do të kishte qenë një zgjidhje edhe zgjidhje e këtij gërshi që është krijuar në Kuvendin e Kosovës. Tash u bë njëherë që po mblidheni pa një zgjidhje, a ka ndonjë veprim që po ndërmirët nga secila palë për të pas një efekt ndryshe? Spaku ne si Aleancë kemi dhënë alternativa, kemi dhënë emrat e kandidatëve që kishin votuar nga lëvizja vetëvendosje, që kishim reflektuar edhe pse nuk është obligim i partive të tjera me votue kandidatin për kryeparlamentar, sepse kandidatja për kryeparlamentar duhet votohet me ndonjë marrëveshje politike apo me ndonjë koalicion politik që e bën lëvizja vetëvendosje. Po jo kështu ad hoc asnjëherë në praktikat parlamentare nuk është votu kryeparlamentar për partive tjera. Kanë vazhduar tentimet për të bindur pjesëtarët të grupit tuaj, tash siç është edhe Adem Hoxha, për të bindur që të kthehet pro propozimeve të vetëvendosjes? Ka pas edhe të Duda Bale, sepse janë deklaruar vetë se kanë aktivizuar mjesht edhe nga Vleni atëherë në Maqedoninë e Veriut, sepse në fakt ju kanë bërë, sepse edhe këta ju kanë ndihmuar që të vinë në pushtet. Janë qëndrimi individuale të deputetëve, secili deputet vendos individualisht. Ne nuk kemi ndikim as të Adem Hoxha, por nuk kemi ndikim as të Duda Bale. Ta janë deputet, kanë qëndrimet e veta, e dim pse nuk po bashkëpunojnë me lëvizjet vetëvendosje, dhe e keni pa dhe deklaratat e tyre të cilat kanë qenë të qarta. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve.